Ishte një arkitekt. Në Lezhë ndodhet një nga mbishkrimet e rralla të periudhës otomane. Rastësia ka shpëtuar nga zhdukja këtë pllakë që sot gjendet në bodrumin e bibliotekës së qytetit, ku në fakt janë vendosur të gjitha relikët historike dhe etnografike të zonës. Po ajo është pra Sulejmani Madhërishem është. Ajo është zbuluar rreth viteve 75 në shtëpinë e një banori të Lezhës dhe ishte bërë pjesë e muzeut të këtij qyteti, por pas viteve 90 është lënë në harres. Gjuha përdorur është një arabisht e pa asnjë formë poetike, gjë që tradicionalisht përdoren në mbishkrimet perëndorake. Specialisti i monumenteve të kulturës në Lezhë, Det Margjoni, përshkruan e cajakët e këtij mbishkrimi, kornizat të cilit ndodhet ende në kalan e Lezhës, vend edhe ku është vendosur në vitin 1552. Mbishkrimi ka vlerë të rëndësishme pasi referohet Sulejmanit të Madhërishem dhe është i rrallë sepse shkruar në vitin e parë të sundimit të Sultan Sulejmanit. Po, është vërtet, pllaka flet për ndërtimin e kështjellës Lezhës, që fillon nga vitet 1512, 1520, 1522, është zbulu nga i famshmi Frano Prendi, rreth viteve 75, nga një qytetar i Lezhës, i cili e kishte marrë dhe e ruan në shtëpinë e tij. Pllaka pastaj është ekspozuar në muzeun etnografik të qytetit, edhe sot e kësaj dite gjendet në fondin e atij muzeu që është në godinën e bibliotekës së qytetit Lezhës. Ka një të veçantë pllaka se thuhet që unë nuk e njoh osmanishte natyrisht, po thuhet që kështjellën e ndërtoi biri i Skurës Muhamet Dervish Orguz. Fjalë Urguz është një pinjoll i familjes Skure që me siguri ka pas ndru fen në atë kohë. Ky rizbulim nxjerr në pa nevojën për të parë depot e muzeve dhe inventaret e tyre, pasi siç duket edhe nga ky prezantim, është ende e paqartë se çfarë kanë ato. E në Lezhë ka një vlerë më të madhe, sepse askush nuk i sheh këto depe veç mirëmbajtësve të tyre.